Edi Rama zhvilloi një takim me fermerët në zonën e Krutjes në Lushnjë ku prezantoi dhe shpjegoi ndryshimet në skemën e re të mbështetjes për bujqësinë, e cila ka shkaktuar debat dhe pak kënaqësi nga një pjesë e përfituesve dhe opozita. Për hir të një lufte të verbër as politike jo, po tribale fare, nuk e di si ta quaj, angazhohet një lukuni e tërë të nxjerrësh për ta nxjerrë komplet nga konteksti atë që themi. Dhe për të vazhduar t'i bjeri një fylli të thyer dhe të vjetër në të njëjtën vrim, jepni naft. Ndërkohë që është shumë e qartë për të gjithë ata që janë realisht fermer që prodhojnë se ajo që kemi bërë ne është shumë herë më shumë se sa jepni naft, pra nuk do japim një mbështetje që në bazë sasive me një llogari në bazë shembullve që solli dhe ministri është 300.000 lekë të vjetra, por do japim një mbështetje që shkon në 7-8 milion lekë të vjetra përsëri, pra nga 300 euro në 7-8.000 euro, thjesht dhe vetëm ai që shet prodhimin e vet paraqet faturën. Në fjalën e tij ai theksoi që ashtu se Bashkimi Evropian ka pasur më herët rezerva ndaj skemës së vjetër së subvencioneve, duke konsideruar ato të paefektshme dhe të shkëputur nga realiteti i prodhimit bujqësor. Nuk ka, edhe me ato para pastaj do të blesh naft, blej naft sa duash, por nuk është nafta këtu. Domethënë ata që flasin janë të verbër dhe të ligj. Kryeministri njoftoi se pritet të prezantohet një nismë re financimi për fermerët, e cila synon të lehtësojë zgjerimin e biznesit bujqësor dhe rritjen e prodhimit. Një program që prek të gjithë sektorët prodhues, që praktikisht i thotë çdo shqiptari që prodhon do ta dyfishosh ndërmarrjen që ke? Bujrum. Bjer një plan të besueshëm për ta dyfishuar, qeverinë e ke mbrapa, bankat do të t'japin kështu mbështetje deri në 2 milion euro, sipas masisë së gjës. Interesat do jenë jo interesat komerciale, sepse ke qeverinë mbrapa, dhe qeveria do të hyjë edhe me një mekanizmin e garancisë. Edi Rama u ndal edhe te procesi i integrimit evropian, duke theksuar se anëtarësimi në Bashkimin Evropian do sjellë jo vetëm përfitime, por edhe detyrime të forta për fermerët shqiptar, të cilët do duhet përmbushin standarde më të larta prodhimi. Nuk është bllokuar asgjë sepse janë negociata. Negociata do të thotë bisedime. Në përfundim të takimit, Edi Rama u bëri thirrje fermerëve të bashkohen dhe të rrisin prodhimin, duke theksuar se vetëm përmes organizimit dhe investimeve mund të rriten fitimet dhe konkurrueshmëria e bujqësisë shqiptare.